sukseset ose arritjet nuk mund t'i bësh vetë pa mbështetjen e dikujt. Jeta të vllau ishte, jeta e qytetit ishte pak më kufizuar, sepse vllau im kishte një frikë që mos ta humbi fokusin e mësimit, edhe kishte sigurisht më mbronte që të isha në rrugën e duhur. Kështu që jetën e qytetit nuk e kisha shumë të frekuentuar, por shoqëria e shkollës dhe familja vllaut më mjaftonin. Ku tani kur shoh mbrapa, sigurisht në atë kohë edhe krijova karakterin tim të fortë. Sa vite kishte dallim me vllaun në atë kohë? 20 vite. Po, 20 vite. 20 vite kam dallim. Ai ka qenë edhe është jo vetëm vllau im, por ka qenë siguria ime, mbështetja ime. Thot në një moshë shumë të re erdhet në Prishtinë, patët nevojë edhe për një mbështetje dhe siguri, keni pas gjithmonë vllaun afër dhe familjen e tij. Sigurisht. Sukseset ose arritjet nuk mund t'i bësh vetë pa mbështetjen e dikujt. Edhe unë në këtë rast e kam pasur mbështetjen e vllaut tim. Edhe të familjes përgjithësi, por kam qenë më afër dhe kam qenë në familjen e tij, kështu që ai më ka mbështet, më ka udhëzuar gjatë tërë kohës. Se të kanë qenë ndoshta ato udhëzimet që edhe sot i mbani mend në atë kohë për një vajzë që ka ardhur nga fshati një jetë më të shpejtë të qytetit, që tregua që nuk e keni frekuentu edhe aq shumë, se të kanë qenë ato këshilla dhe udhëzimet e vllaut, qoftë edhe për aspektin profesional, por edhe atë personal. Gjithherë ka qenë fokusi tek mësimi, sepse ai për të ka qenë edhe si përgjegjësi e madhe, sepse unë u largova nga prindërit, edhe atë ai gjithmonë kanë qenë komgullës që të fokusohem gjithmonë tek mësimi. Sigurisht edhe këto veti tjera njerëzore, siç janë përgjegjësitë, respekti. Keni pas ndonjë ëndër në atë kohë në aspektin profesional, kur ishit në shkollë të mesme, filluan ndoshta të mendonit pak a shumë për të ardhmen tuaj? Sigurisht që kisha shumë ëndra dhe kisha shumë pyetje brenda vetes. Por kur kthehem tani prapa, në atë kohë nuk dija se nuk isha e vetëdijshme për sakrificat për jetën që do të sjellte jeta. Cilat ishin ndër ato sfidat, sakrificat e para që bët për veten edhe në aspektin personal dhe atë profesional? Sakrificat e para kanë qenë largimi nga vendlindja, shkuarja në Belgjik. Atëherë ka qenë një sakrificë shumë e madhe, sepse ishte një vend i ri, një gjuhë e re, një kulturë tjetër. Çdo gjë duhej të fillojë nga zero. Por unë gjithmonë mendoja edhe veproja në atë mënyrë që atë sakrificë doja ta shndroja në forcë.